Studimin e tij monografik metakritik, veprimtaria shkencore Bajram Krasniqi, studiuesi më toshë, krahas kapitujve në të cilat Bajram Krasniqi interpretohet, analizohet dhe vlerësohet si studiuesi dhe përsi si analog, polemist e intelektual, e ka pasuruar procesin e paraqitjes dhe përfundimin si elemente të domosdoshme të studimeve të këtyre pranësave, edhe me receptimin e veprës së Bajram Krasniqit, si dhe me shtojcën në të cilën janë sjellë disa shkrime të Bajram Krasniqit dhe për Bajram Krasniqin, të cilat nuk ishin përfshirë në 5 librat e tij dhe me albumin ku janë përfshirë fotografi dhe faksimile të shkrimeve të botuara të Bajram Krasniqit, jo vetëm në shtypjen dhe periodikun tonë, por edhe në atë të Beogradit. Ky studim metakritik për veprën shkencore gjumë më dha të Bajram Krasniqit, jemi të bindur se shkencën tonë letrare e pasuron edhe me një përvojë të suksesshme të këtij lloji të rrallë në studimet tona letrare. Ju falenderoj. Në ditën ndërkombëtare të librit, në kuadër të panairit librit shkencor, sot patëm mundësinë e veçantë të dëgjojmë vlerësime për monografinë Veprimtaria shkencore Bajram Krasniqi, projekti realizuar në kuadër të punës sime në Institutin Antropologjik. Objektivisht, materia studimore përbënte një sfidë as pak lehtë, ndërsa duhet thënë se libri është frymë e përpjekjeve për ta lexuar, interpretuar dhe vlerësuar një ndër trashëgimi më spikatur antropologjik. Nisur nga ky fakt kam pasur nevojë për mbështetje të kolegëve, e cila nuk më ka munguar gjatë gjithë kohës. Dua t'i falenderoj pafundësisht të gjithë ata që në cilën do mënyrë u bën pjesë e këtij rezultati që po paraqesim sot. Në rënd parë në recenzentët, pastaj redaktori gjyqësor, përkthyesi rezumes në anglisht, redaktori teknik, por edhe shumë të tjerë kolegë që më ofruan materiale burime arkivore e periodikut, këshilla dhe inkurajim për të vijuar përballë vështirësive që u shfaqen në trajta të ndryshme. Uroj që ky libër bëhet një piknisje për studimin e mëtej dhe edhe më të thelluar të veprës së Bajram Krasniqit. Si autor nuk më takon të flas shumë për veprën, por mund të them diçka më shumë për subjektin e saj, shkencëtarin, intelektualin dhe personalitetin Bajram Krasniqi, vepra e cilit është shumëplanshme dhe e rëndësisë parësore në fushën e shkrimit shkencor, historiko-letrar, tipologjik, në fushën e kritikës letrare, në sferën e përgjithshme albanologjike dhe publicistike. Me trashëgimin shkencore intelektuale, Bajram Krasniqi shquhet si penë origjinale dhe e papërsëritshme e dijes dhe kulturës shqiptare, vetdije kritike moderne e kohës, autori i cili me ardhen e tij i solli vlera specifike, origjinale e të papërsëritshme kulturës dhe dijes sonë, ndërkohë që la zbrastir të paplotësueshme me mikjen e tij të hershme. Gjej rastin të përqendrohem te një aspekt që lidhet me trashëgimin shkrimor të Bajram Krasniqit, përkatësisht me raportin që si shoqëri, si elitë kulturore e institucionale e kemi krijuar kundruall saj. Që nga botimi i parë në 5 vëllime, që dolën në një hark kohor për 16 vitesh, veprat e Bajram Krasniqit nuk janë ribotuar asnjëherë. Ndërkohë nevoja për to ka qenë e madhe, qoftë si literaturë specifike për çështje fenomene të caktuara historiko-letrare, kritiko-letrare, qoftë si model i studimit dhe i shkrimit shqip. Nisur nga kjo gjendje e një ekskomunikimit të heshtur të njerëz ndër trajtat më të rëndësishme studimore të saj, Instituti Albanologjik nëpërmjet një projekti të detajuar i pati propozuar që më në 2011 mashtit Ministrisë sonë të Arsimit të Shkencës botimin e veprës së Bajram Krasniqit në një kolon unike. Ishin bërë përgatitjet e duhura nëpërmjet ngritjes së redaksisë dhe nevojitej vetëm mbështetja për printimin e kompletit në një format dinjetoz, realizimi i cilit do ta begatonte literaturën tonë. Megjithatë, edhe përkundër premtimeve, mbështetja institucionale mungoi edhe pas përsëritjes së kërkesës sa vite më vonë. Gjej rastin që të riaktualizoj këtë projekt në ditën e përurimit monografisë, me shpresën se do të përkrahet marrë parasysh edhe fondin modest që kërkohet kundruar lehtësimit dhe rifunksionalizimit të një vlere vërtet identifikuese për arritjet tona më të larta në sferën e shkrimit shkencor, kritik e publicistik. Duke përmbyllur këtë fjalë, ju falenderoj gjithëve për pranimin tuaj, të cilën më parë se një vlerësim për punën time e kuptoj si një nderim për veprimtarinë shkencore e tërjetësore të Bajram Krasniqi. Ju falenderoj. Ky është një moment jo shumë i lehtë
apo për mu personalisht në kuptimin edhe të punësimit si individ, është një shërbëtyr e imja qendra femilie i cili ka ngelur pa baba në moshën 5 vjeçare. Atëherë, sigurisht se të qenë një fëmijë i një periudhë për masave të bajramit, nuk ka qenë vetë, sepse dëshmëritë ka qenë shumë të mëdha si në shkollë, edhe në të gjitha sferat e jetës. Më kujtoa pikërisht sa në këtë moment kjo ndjenjë e këtyre viteve, e cila ne si familje edhe na ka sfidu, por na ka bërë krenar për në njëtën kohë. Me këtë vepër, profesori Hisham Matoshi ka ndërruar përveç se ne si familje, edhe gjithë komunitetin individual shqiptar, do mos atë në fushën e letësisë, edhe në të kulturit më të drejtë të përmbajtjes së veprës së Bajram Krasniqit. Unë si fëmijë kam tentuar që ti lexoj këtë vepër. Në mosha të ndryshme, mirë, po gjithmonë i kam lënë në gjysmë, sepse nuk i kam kuptuar transuperimin e fjalive që dhe shumë fjallë. Deri në një moshë pak më të rritë. Përsa tani me leximin e monografisë, i kuptoj shumë ma mirë edhe vepra të babës. Kështu që është një falënderim shumë i veçantë, sepse kjo është një kontribut edhe për ne të tjerë që jemi me lajkë në këtë fushë, jo vetëm për studiuar të tjerë që të merren në qoftë studimin e veprës së babës, apo dhe veprave tjera të vetëve. Falënderit shumë profesorën njerë, jemi me njësë për të jetën, e ke përkuar edhe të familjes edhe në votimin e kompletit të veprave, kështu që ne do të bëjmë çmas gjithë së bashku që të bashkojmë forcat dhe që të votohet kompleti i tij, sepse kjo fundja nuk është një nevojë e jona, po është nevojë e studiuesve të ri, si dhe shkencës në përgjithësi.